أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريمة الأفضليمات إتاقوين بتم الله عز وجل صلوات والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام يمينا تراوين راضس كوين بدوك إضام përgjigje në pyetje shumë të shkurtor pse duhet ta duam Allahun Azza wa Jall. Motivi i radhës, përgjigja shtesë e radhës është se duhet ta duam Allahun Azza wa Jall nga se ai neve na shëron. Na jemi të bindur në caktimet e Zotit, jemi të bindur se Allahu ka caktuar smundje, sprovë për neve, sprovën e ka bërë ligj bashmangshëm të jetës, dhe për çdo smundje Allahu Azza wa Jall ka zbrit ilaç përveç vdekjes. Andaj Allahu Azza wa Jall llogaritet bashmangshëm, shurusi i vetëm absolut, ndërsa ilaçet, mjetet tjera të mjekimit janë shkaqe dhe sebepe që Allahu Azza wa Jall i ka vendosur në univers, të cilat shkaqe dhe sebepe i shfrytëzojnë njerëzit për të mjeku. Mjeku ta cakton terapin, ta cakton ilaçin, por nuk ka mundësi me pas ndikim ilaçi pa izën dhe lejen e Allahut Azza wa Jall. Andaj Zoti xhelalu ala është shëruesi i vetëm, të gjitha çështjet e tjera janë shkaqe. Kuptohet kur na ka plon smundja, duhet me përvjell krah, me kërku ilaçin, me marr sebepet, pastaj me mbështet Allahut Azza wa Jall. Për arsye Ibrahim alayhis salam tha: "Wa idha maridtu fa huwa yashfin." Kur unë smuren, Allahu Azza wa Jall më shëron. Walladhi yut'imuni wa yasqin, ai cili më jep me hungur dhe me pi. Walladhi yumituni thumma yuhyin, ai Allah që më shëron, që më jep me hungur me pi, është po ai Allah që më ringjall pasi më bën të vdes. Allahu Azza wa Jall kur ta caktojë ilaçin, shëron përmes shkaqeve. Kanë ta bjen një shkak i cili është shumë i dobët. Nuk të arrok logjika se ka mundësi a ilaç me u bo sebeb. Kanë ta sjell një shkak shumë të çuditshëm. Kanë të shëron Allahu Azza wa Jall përmes gjërave të cilat ti nuk i konsideron shkaqe. Kanë Allahu Azza wa Jall të shëron vetëm me fjalën kun feyekun. Bëhu edhe aja ka më bo. Kush e ka sjell smundjen, kush e ka caktuar Zoti? Me izin e kujt largohet smundja për insanin? Me izin e Zotit. Për atë arsye kanë thonë populli, fjalë popullore, të na përdori serbisht këtë fjalë, po shqipa e fjalë, nëse ka ilaç, ka jetë. Ako ima lek, ima vek. Qështu është edhe jetën e përditshme të njerëzit. Pse, si mos ta ketë shkruar Zoti, a ka ush me tu, kejt mjek mu qu sebeb mu bo, kejt mu mledh, kejt ilaçe mi provun, s'ka Allah. Çka thonë në fund, valla s'kish pas be i marr, se kish don Zoti jetë. Mu qu një mjek i thjesht, modest, me një ilaç shumë dopt, e shnon që filani, mule kejt njerëz ai mjeki, mule. Apo kjo e ka përdojnë një ilaç shumë thjesht, ka thonë vllai i Zotit më shnosh, në fakatin e më bë autoritet, më bë famë. Çështo është puna e smundjes. Çështo është puna e ilaçit. Veç vdekja s'ka smundje. Edhe pleshnia. S'ta ketë bë Zoti ymër me jetu 80 vjet, shminkatu gjithë ditën, do kravata, blej, patika, asin e këpuc, shpec, bonoj, s'ka dush bon. Prap kemu plak. A ki mundësi me ndalë udhët? S'ka mundësi. Andaj pleshnia është smundje, s'provë është. Nuk ka mundësi me më bo i ri, s'ka mundësi me e këthy shnetin, me e këthy pamjen, edhe pse plaki sa që ta shofa në ti thot, sikur të kthej e rinia jeme. Normalisht jeta ka një të lodhë, sprovat jonë të atila, që e bon njeri unë që të lodhët nga smundja, e bon njeri unë me ka njëre të atil që ti përceptoj gabimisht smundjet, ti bët jeta e zymt, e bon njeri unë që të filloj dal ga dal mi urrejt, ordinancët, spitalet, mi urrejt mjekt, pastaj mi urrejt terminet që e cakton mjeki, lodhët insani, mërzitet, smuja që ashtu është, e mulis njerin, me bu vakim mos më koni lidh me Zotin, më zetë për tyje. Për të arsye, ne kemi binje që
shëruesi i vetëm absolut është Allahu Azza wa Jall. Për të arsye është edukatës. Çdo mjek, çdo hoç që mirret me rukje, çdo po flas halal, suazat halalit, çdo kush që i bën këto punë duhet me i tregu pacientit që unë nuk muj me shnosh. Qysh të ja, e ku me shku? Ku s'ki me shku? Ta shkuj terapien, ilaçin, qysh ja shkuj kirejve, edhe ai as bën shërimin. Mos ja mundson mi në kokë pacientit, se mos të më qonit e filani mund s'm ka përcen. Te cile filan doktorin? Kush më thotë kështu? Se mos të më qonit e filan hoxha me më kënu Kur'an, s'm ka përcen veç ai më shnosh. La ilaha illallah. Shërimi ku me di pikaj të vjen. Pi cilit shkak të vjen? Kanë erë do një hoxh i lot në Elhamedi. Për para kallëzojshin dallimi e Hafaz Xhatijës, Allah e mëshiroft, edhe dallimi i Molla Jakupi Gjunicës, që ku ne mamë këtu të na. Vetë ke kallëzu Hafaz Xhatija, unë se kum di me vesh në mi, po e kum di pi familjarët vetë. E kanë qunë njojnë i shkullon një smut, doktori ka thonë s'po tisha me bo. Hajde shkoj të hoxh me kënu Kur'an. Ai Hafaz Xhatija, hoxh i madh, alamet hoxh. Ja kanë qunë me borokje, me kënu Kur'an i kanë thonë qone vete hoxha në Gjunica që te Molla Jakupi. Ka thonë ka Hafaz, Molla Jakupi kinim s'ka. Hafaz nuk është. Hoxh i thjesht. Shë kam i buaj. Hoxh nëne se qone i ka thonë se Elhami Molla Jakupit e qonë pesh unë e leja mu me shnush njerin. Normal, Zotë e shnush, po ka dosh mi ka dhëzu që nuk ka problemi sa e shumë i e kënu shumë. Sa i e lidh me Zotën. Kana një Elham i nenës të shpia, i nonës, i stërgjyshës, i gjyshës, dëmon hajrë ma shumë se kejtë, Kurani agus hoxh. Ka raste, ata që mirë me këtë punë kalzojnë vetë. Se përzijet njeti, përzijet interesi, parja, sa po mi jep, sa mi dha, sa ashtu. Ku është ta boje këtë punë për Allah, shumicën rasteve vjen ilaçi. Më rëndësi po du me thonë, mos me lidh klientin, thojza pacientin, me insan, me njeri. Kur mos u lidh me njeri. As mos u lidh me diklofen apo me brufena. Lidhu me Zotin. Edhe kur ta mirësh hapin me pi, bismillah, o Allah, pe pi këtë hap me bindje, që së mos t'i thush hapit, bënu se beb më shnosh, une, a i s'ka mushni me shnosh. A qaj hap është për që këtë terapi? Po Zotës kaloniz, a keni provu kone Covid, po a kena provu. Imi kun dy o gjallar. Terapin e njëjtë. Allah mu, za Allah, në shrovë, za da une. A i ka vdek, une që sot jam gjallë. A une jam konë në gjenje ma kritike. Terapia njëjtë. Pse kështu? Për shkak se kum pas ilaç, kum pas humor. E ka caktu Zoti xhelalu ala. Andaj mbillë kokën tonde. Mbillë mendjen tonde që mua më shëron vetëm Allahu azza wa jall. Shërimi vjen vetëm prej Zotit. Kërejt tjerët janë sebepe dhe shkaqe të cilat ne duhet me i marr. Për arsye Allahu azza wa jall është shëruesi i vetëm dhe normalisht duhet me ngulit kokë. Apo shohni të ndëruar xhamat. Përpara jo që s'ka pas muja. Veç krahasone dallimin. Ka pas muja ma pak, ama dhe ilaç pak ka pas. Sot ka smuja ma shumë, ilaç e ka ma shumë. Ama a ka efekt? Pak ka efekt. Pse tana onë dhe nga kanë rrethu me smuja. Po ha ushimi mrena smuj. Po piti shka, pija mrena smuj. Po del, ajri smuj. Po shuna që, aja smuj. Kjo smuj. Kej qështet ju mbo materiale. Kej qështet ju mbo do thot me prodhim farlës. Me prodhim do thot bashkohor, se shumica njerëzve kanë kokë shmarit të parja. A smun ato, a smun këto me ushqim, so është më rëndësi kjo mesele. Vendet tona për rreth, kanë fillu me frutat dhe ushqime artificiale, ta bon mishin e bardh, që i vjen ara kajmak, me që i lume Allah, e di pishka i të përdu dhaj mish. A ko është ne po boj bismillah, po vesh duhet me di qa po ha, bismillah, po na ma dhe duhet me di qa po ha. Sukur të është me marrë një helm edhe valla bismillah, helmi su myt. Ani, pravoje. Shkoj vilani. Qysh edhe me bu bismillah s'mita, po Allah t'mit. Si kinç biletes. Për të arsye, duhet me di çka e të hungur. Pastaj me marrë sebepet edhe shkaqet. Andaj sa që të ka plan smundja, të mërzit jeta, u bo jetë dinamike, plot lloj smuje u paraqit, që edhe emrat s'podin janë gjithë smujeve. Vete këna pru punën kështu. Boll pasërtia është nivel, krahasu me të kalumëna, oho, largimi me pasërti. Ama na u ka shtu smujet, s'provë. Ana jemi të jetu në katrahur, me një kaos çuditshëm, që vend se mu paksu smujet, ilaçi me qenë ma efektiv, ndodhe kundër ta, krahas me të kalumën. Këto e kanë përjatu vetë haxhi që kanë 80 vjet, e din se sa të kalumën ka pas smuja, e çysh largu smujet. Ndërsa sot ka smuja çaq shumë, saqë njëri mjanis me numru nuk ka mundësi me qit kalemin me numru. Se shumë ju mbo. Pi lloj këndit vin smunjet në mesin e njerëzve. Për atë arsye, na besojmë te Allahu azza që ajo është
shafi, është shëruesi i vetëm dhe në dorën e tij është shërimi pra prej Allahut azza wa jall. Gjithashtu prej çështjeve që duhet mi ditë është fundja fundit, na nuk e dim kur ka marrë vdekja. Na nuk e dim kur kena me vdek. Mirë po, jo çdo herë smuja jep me kuptu që filani u bë gati me shku në ahiret. A dini sa njerin e ka lëshu spitali, edhe i ka thonë spitali ti s'ki hymur as 3 javë. Sot njeri është gjallë që 15 vjet me kancer. I ka thonë spitali, mirë nëse nesër se del nata, dita, a sot halaj njeri një nane falit e jetën e vazhdon. Pse kështu ndodh? Ligjet kozmologjike në dunja i thënë Zoti kur doje. Sa i ka kriju? Për shembull, pse nuk e prejtë e thika Ismail a.s. A thika është për me prejtë, pse Allahu i tha thikës, s'ka me prejtë sot. Pse zjarmi nuk e dogji Ibrahimin? Thuhet që e ka ndërtu si lloj shtalle të madhe me dru, edhe me qit Ibrahimin me kall, me shkrumu krejt. E kanë kall zjarmin. Ka Gjibril a.s. i ka thonë Ibrahimit, o mik i Zotit, sot më ki muje, çka po don ti? Çka të bëj për ty sot? Tha s'kom nevojë për ty. Qysh mare? Tha hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mua mjafton Zoti. Ai është mbrojtësi më i mirë. E kur e tha këtë fjalë me zemër të madhe me plot bindje, atë Allahu azza wa jall i tha zjarmit kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahu akbar. I tham zjarrit o zjarr, bëhu i fladitshëm, jo i ftoft me mërdhi. Bëhu i fladitshëm edhe shpëtimtar për Ibrahimin. Zjarri më shkoi ke flak, Ibrahimi a.s. as një kime nuk ju rrudh, e le mu ju përgjit apo mi ju kall. Kush e buni kështu zjarmin, mi thi këto ligje, se zjarri djeg, e ka buaj që e ka kriju zjarrin Allahu azza wa jall. Edhe çështjet e ngurta i binden Zotit. Edhe pse neve nuk na duhet, nuk na duket, nuk e perceptojmë drejt. Andaj kjo Zoti jon, që çdo gjë është në duart e tij xhelalu ala, shërimi jon, smuja jon edhe çështjet e tjera. Normalisht ka raste që u bo sebeb Allahu azza wa jalla ka bo sebeb ujin Zemzem i shëru njerëzit. Për arsye, ka thonë pejgamberi, uji Zemzem është mjaftueshmëri për ushqim për ato që e pi, edhe është ilaç për ato që shëron. A ka pas raste në kohën e të parëve tonë që njerëzit kanë jetu me Zemzem një javë pa pikë bukje, po ka pas raste. Kanë ardhur ulema pi Kazakistanit, kanë ardhur ulema pi Irakit, kanë ardhur ulema pi Palestinës, pi Damaskit, Medine. S'kan pas vllahë të shtëpia po vaja super tash. Edhe kanë flet në çoshet xhamis. Xhamia u përdor si lloj vendi mu të bu njerëzit jashtë namazit. Edhe musafir, kush ka musafir s'ka pas ku me flet, çosh xhamis ka flet. Edhe njëri pi dietarëve vjen pi largësie të madhe. Edhe njerëzit nuk e njohin, ata s'ka pas vlla Facebook. Sot e njohin mu, jo që kam emër, po qit Facebook, qit Instagram, qit YouTube, ma njohin njerëzit facën. Edhe ku shkojnë njerëzit njohin për shkak reklamimit. Atëherë s'ka pas rrjete sociale, ku ka pas mundësi vëlla me njoft që 3000 kilometra ku në Hoxhi Madh. Ja kanë dihemin ama kush e ka di kush është. Një javë ka nejt në xhami, se ka marrë vesh kur kush në xhaminë e pejgamberit që filani është dietar. Pse ai s'ka shkolluar në xhaminë e pejgamberit, më ka thënë ja, dini kush jam unë dal imam. A dini çfarë hoxhi ju ka ardhur juve në xhami? Ja, s'ka thonë kështu. Mas një javë ju ka harxhu ushqimi apo rrobët, i ka thonë diku na ka mundsi me gjet një vend të pastrona, se që një javë s'u pastru. Thot kush jeti, se po do kush ja panxhi. Ku marr thot pi filamete 2000 kilometra larg. Që sa je këtu? Që një javë, çu shmora që një javë? Pse s'ke kallzuar burr? E ku ke hungur buk? Tha valla ku zhova ku hungur, tha vesh ku pi ujë Zemzem. Ku xhoish? Sa që ku pi ujin Zemzem, ku thon valla. Boma ujin Zemzem se bep unë mungo për ushqim dhe pije, bismillah. Thot një javë keni me Zemzema, edhe ja bën kështu barkit. Thot me Zemzem që një javë, jo mama i ku mështu dhe kilogram. Allahu akbar. Pse kështu ndodh? Se Allahu azza wa jalla ka bërë sebeb Zemzemi me qenë ushqim dhe pije. Gjithashtu është përdor Zemzemi për me arrit sukses. Një prej dietarëve ka bëu dua dhe ka thënë Allah. Po pi ujë Zemzem midis çapës. Edhe pe bëj këtë dua që me pirin e këtij Zemzemi mu bë unë më hoxh se hoxha jam. Edhe për në veç ashtu ka ndodhur. E sa njëri ka përdor Zemzemi për ta largu dhe për ta shëruar kancerin. Gjithashtu Allahu azza wa jalla për mjeteve që i kalon është edhe sadaka. Dhe u mardhakum bi sadaka. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shëroni të sëmuarit tuaj me sadaka.
Dhe na shpeshher e neglizhojmë këtë punë. E keni smut të shtëpia. Analizët su bibin fije. Kur kush të i ron fije shka ka. Smujës ti s'ka kush i bjen fije. Kush i bjen fije? Ai që din çdo gjë. Ai që din të fshehtën, sikur se të dukshmën. Ati që nuk ik asgjë Allahu azza xal. Jep sadaka dhe thuaj Allah. Këto 10 euro këtë mujt bekum të Ramazanit, pe boj një jetë një sadaka për babën e smut, nanën, gruajën, burrin, fëmijën. Si ditë kur rrugë sadakaja. Një dua ati që ja jep këtë sadaka, ka mundësi bua sebeb që me largu Allahu azza xal asmuj. Por nëse s'largu asmuj, çka më bë? Me bë sabër. Wa bashiri sabirin. Allah dhe përgëzoi durimtarët se innama yuwaffa as-sabiruna ajrun bighayri hisab, se durimtarët Allahu azza xal i shpërblen me kufi, do thot me pa kufi. Për arsye e dojmë Allahun azza xal dhe duhet ta duam Allahun me dashuri, që nuk e dojmë asko sikur Zotin, për shkak se ai na shëron, ai na mjekon. Shërimi i tij është absolut. Kur Allahu e sjell shërimin, nuk le gjurmë të smujës, as një grimës smuj nuk e len Zotë Gjellewala. Mjafton ai me thonën kun fejekun, bëhu edhe bëhet. Argument ka thonë Zotë në surën Yasin, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fejekun. Çështja e Zotit karshi smujës, edhe çdo gjëje tjetër është, mjafton me thonë ai bëhu edhe ajo bëhet. Largohu o smuj pi filanit, edhe ajo se ka çare pa u largu. Elo Zotin e madh që Allahu të shërojë të sëmurët tanë me shërim të plot. Elo Zotin që të jap atyre dhe neve shëndet. Na mundsoft të lumi Allah që me kalu këtë jetë me shëndet mirë, me iman, me besim. Walhamdulillahi rabbil alamin.